Shtyrja e vizitës së delegacionit të UNESCO-s nuk e vënë në pikpyetje realizimin e projektit, por konfirmon seriozitetin dhe domosdoshmërinë e realizimit të tij sipas projektimit të realizuar në kohën kur BDI ishte pjesë e qeverisë, thon integristët. BDI rikujton se Koridori 8 është projekt me rëndësi strategjike për vendin dhe rajonin, i cili lidh lindjen me perëndimin, forcon integrimin ekonomik dhe rrit lëvizjen e lirë të qytetarëve. Mbështetja e Bashkimit Evropian dhe angazhimet e marra në deklaratën e Tiranës janë dëshmi shtesë se ky projekt është prioritet i padiskutueshëm. Përpjekjet për ta penguar apo vonuar këtë projekt janë të kota, sepse Koridori 8 është një realitet në ndërtim dhe një domosdoshmëri për të ardhmen europiane të vendit. Mirë se erdhët në realitetin e Koridorit 8, thuhet në reagimin e Vlen, siç thon, duke e mirëpritur zbulimin e fundit të Bashkimit Demokratik për Integrim lidhur me Koridorin 8, i cili, edhe pse me vonesë, konfirmon atë që e kanë thënë dhe dëshmuar vazhdimisht, ky projekt nuk ndalet dhe nuk është pronë askujt. Pas një periudhe të gjatë deklaratash kontradiktore dhe përpjekjesh për të krijuar mjegull politike, është inkurajuese të shohim se opozita më në fund po reflekton dhe po i afrohet qëndrimeve që Vlen i ka mbrojtur me konkurrencë dhe përgjegjësi institucionale. Vlen rikujton se përkushtimi ynë për realizimin e Koridorit 8 ka qenë i qartë që nga dita e parë, një projekt strategjik që lidh vendin me rajonin dhe me Bashkimin Evropian, dhe që duhet të ndërtohet mbi baza profesionale, transparente dhe të qëndrueshme. Ndërtimi i segmentit rrugor dhe hekurrudhor të Koridorit 8 do të kushtoj pothuajse 5 miliardë euro, deklaroi dje Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski gjatë takimit për aktivitetet dhe planet e projekteve të Koridorit 8. Sa i përket segmentit autostrad Trebenisht-Qafthan, pas vërejtjeve nga UNESCO për shkak të zonës së mbrojtur, ai theksoi se nuk vihet në pikpyetje fakti nëse do të ketë zgjidhje autostrade deri në Strug dhe në pikën kufitare Qafthan, por vetëm se nëpër cilën tras do të kalojë. Njëkohësisht anulohet ardhja e delegacionit të UNESCO-s në Maqedoni, që të diskutohen vërejtje të lidhur me punimet e Koridorit 8 në rajonet e mbrojtura. Edhe pse fillimisht ishte paralajmëruar se UNESCO do të vinte kah mesi i majit, sipas ministrit Nikolovski, me kërkesë të tyre vizita mund të realizohet në mesin e qershorit. Me deklaratën e nënshkruar më 18 shkurt të këtij viti në Tiranë, shtetet që janë pjesë e Koridorit 8 konfirmuan sërish përkushtimin e tyre për zbatimin e këtij projekti.